mirë po ajo që tila du mu më ndonë ta, se këto besime dhe kremtime që i banë, nuk janë faktikisht qatë lindja Isait a.s. Këta dhe vetë jo besimtar, në librën të cilën e përmenët, edhe ato e dëshmojnë dhe thojnë, se kremtimi i vitit të ri, apo, ma mirë se një kremtimi dhe festimi, me 25 vjetor, si datë lindje e Isait a.s. Thot se krishtet e din prej kur ka fillu më festu. Kjo ka fillu, thot më festu, prej vitit 336 pas lindje se Isait. Ka fillu me vitit 336, si pas këtine vitit 2003 ka fillu 25 vjetor, apo ma mirë themi fillimisht, ja ka fillu më festu me 6 janar. Ja ka fillu më festu me 6 janar, e pas disa vite, apo në fund të shekullit të 4, kisha e perëndimit e ka ndru këta. Kisha e perëndimit e ka ndru, datën lindjen si pas atinve të Isait, dhe e ka bo 25 vjetor. E kisha Armenit, e cila gjindet soj e kësaj dite, si kible krishterëve të lindjen, ajo nuk ka pajtu me ndryshimin e datët, edhe sot e kësaj dite festot me 6 janar, si datë lindje e Isait a.s. Kurse kishat e perëndimit, shumita prej atinve festoj me 25 vjetor. Me 25 vjetor, si pas atinve si datë lindje e lindje se Isait a.s. Mirë po, ne këthemi pak historis edhe më herët, ta shofmi dhe të lëmtoj, ta shiqojnë se, val, këtë datë atu, e kanë festu populltit e më vjetët, apo thue vetëm prej vitit 336, ka fillu të festohet, kër i shletojmë historik, dhe shofi se, Romak e kanë festu këtë datë, me 6 janar, apo me 25 vjetor, e kanë festu dhe e kanë kremtu, një datë lindje ka kuj, datë lindje së disotave të tjere, datë lindje së zotit të tjere të djelit, dhe datë lindje së zotit të atinve të korove. Për këtë arsye Allah i dashur musliman, tregojnë historian dhe thoj, Romakët përderisa e besojshin djelit dhe e festojshin datë lindjen e djelit këtë datë, sa kur kalun dhe o banën poleteista, ato filluan me festu datë lindjen e djelit edhe mëtej, sa kur u banën krishterët Romak, sa filluan dhe vazhduan këtë datë lindje me festu, vetëm janë drun emnin dhe thënë, do të festoj datë lindjen e Isait a.s. Pra kjo datë lindje, kjo datë, nuk është e vërtetë se në këtë datë, është datë lindje e Isait a.s. Argument qëtër, prej argumenteve të cilët, na i kanë sjell neve historia dhe na vërteton se kjo datë nuk është data të cilët e kanë festu apo data e lindjes së Isait a.s. Po kjo datë, a faktikisht datën të cilët e kanë festu poleteistët lindjen e dilit, do me thonë datë lindja e zotit të dilit si pas atirve, me kalimin në krishterizëm, pasi që u bon Romakët krishter, sa vazhduan këtë kremtim dhe këtë datë lindje, edhe pa vetëm me ndryshimin e emnit, pa arsye thot se kalendari cili a 2003, ki kalendar atua dëshmon për lindjen e Isait a.s. sa nuk është e vërtet, për arsye se këtë kalendar e ka përpilu dhe e ka formu një njeri që i kanë thonë Julius e Shemsi, a i cili e ka dhuru djelit, e ka përpilu këtë kalendar, e cili është i përbom me 365 vjet, edhe me 12 muj, edhe ki është ki njeri cili ka depërtu të Romakët, apo në vitin 46, ki kalendar, a morën akon i pranum dhe të Romakët. Do me thonë, ke këtë kalendar, kjo datë lindje nuk është e Isait a.s. Po këta e ka përpilu dhe e ka shpiki njeri dhe i ka dojt mujt edhe ftine si pas djelit, edhe kjo në datën të cilën aj e ka përpilu, atë ditë që e ka përpilu këtë datë, edhe mëtej e kanë vazhdu kremtimin dhe festimin, e nuk ka të boje as pak me Isait a.s. Për këtë arsye e thoj, Romakët pasi që i kalun krishter, edhe u banën krishter, sa atërë një njeri që e kanë qujt Nikolas, edhe fillimisht ata e kanë bo si simbol i cili ju ka sjellët
i ka pru paka apo dhurata fëmijëve, sa pas kalimit një kohë, sa pasi që u banën krishter, e ndrun këtë Nikolas edhe e murën njanin, i cili ishte prift i atinve, e kishe emni Noaj, edhe ki është që i thojmë na Baba Dimri, i cili e ka mjekrën e gjatë, kja faktikisht simbol i priftve, i krishterve, pararësije se thak, masi na e ndrum dinin tonë, masi na sot u banëm krishter, edhe simboli jon, aj maj modhi jon, a prifti jon, pa e lom Nikolas e bojnë këtë Novejt, i cili sot njifët të musliman për njerisht, ta shti i thojnë Baba Dimri, edhe ata babe kanë ban, edhe ata në gjenistin dimnit atia kanë ban, edhe i kanë thonë Baba Dimri.